Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Unë jam Wendy, për të gjithë ju që po shikoni fytyrën time për herë të parë. Sot do kemi një video haul. Një haul shumë të bukur, nëse produktet do jenë ashtu si në foto. Këtu është një website i ri, cili unë po e testoj sot dhe po ja tregoj edhe juve. Shpresoj që të kenë qelluar në shenjë edhe të gjeni një website i cili nga fotot duke produktet shumë të bukura edhe për çmimin që ishin pak të pabesueshme. Kështu që unë po e testoj që mos t'i bëni ju, edhe nëse ju pëlqejnë, pse jo ju jap edhe juve një ide se ku mund të blini gjëra të mira, të lira dhe cilësore, nëse do jenë cilësore. Ja ku është paketa. Website-i quhet Vogion, e keni të shkruar këtu të saktë sepse nuk e di si është shqiptimi, dhe logon po ashtu. Dhe do ju lë në description të gjitha linqet dhe kodet e produkteve që unë kam marrë, nëse do t'ju pëlqen ndonjë, dhe të gjitha uljet që mund të përfitoni për momentin, sepse jemi në uljet e Black Friday. Pra, nëse do ju pëlqej diçka, ajo koha më e mirë për ta blerë është tani. Kështu që le ta hapim qesen e ta shikojmë se çfarë ka brenda. Ka shumë qese brenda. Produkti i parë. Nuk kam asnjë kardigan kaq të bukur me kaq shumë ngjyra dhe material, njerëz. Harini ta shikoni, është super i butë dhe super i trash, si i punuar me dorë, dhe ka edhe këto printimet fantastike që janë, si të qepura, si me tegel. Shumë cilësore, shikoni detajet në çdo cep të kardiganit dhe është shumë i bukur. Si që shikoni tek fotoja, duket njësoj si tek fotoja. Po e provoj direkt. Wow, sa i bukur. Mbase ta provoja me ndonjë fund, do ngjante më bukur. I love it, më pëlqen shumë që kopsat janë ngjyra të ndryshme, nuk e kam parë në asnjë kardigan deri tani dhe mund ta kombinosh shumë thjesht, ka ngjyrën jeshile, portokalli dhe të verdhë. Ka dhe xhepkat këtu. Okej. Është shumë e bukur. Edhe do ta vesh me ndonjë fund me pala, mbase në TikTok do bëj disa get ready with me dhe do ta vesh mirë e bukur që të duket tamam veshja. Materiali është shumë i bukur dhe shumë i mirë do thoja, dhe kardigani është shumë i bukur dhe me këto xhepka kështu, nuk është shumë i madh, pra nuk është super oversize, kështu që nuk nëse e doni oversize porositeni më të madh, por mua më duket fantastik kështu siç është. Kështu që viva la vida. Produkti i dytë. Po që nuk kisha një trench coat në ngjyrën lila dhe as nuk më shkonte mendja ta blija dhe ta gjija, e gjeta në këtë website. Sa i bukur, i shkurtër, i vogël dhe vjen me prerje drejt. Të gjitha vijnë me etiketa dhe me cilën firmë apo cilën sa i bukur. Apo pra cila markë është. Dhe siç e shikoni këtu, mund ta ngushtosh edhe ta krijosh bukur prerjen e bebit. Le ta provoj. So nice. Më pëlqen shumë që tani që e vesha. Te krahët ka këtë detaj këtu që e bën edhe më të bukur. E shtrëngon pra sa ta duash. Edhe shikoni sa bukur që qenë. O zoti i madh, është shumë i bukur. Materiali është vërtet shumë i mirë, shumë i plot. Më besoni. Shikoni. Ups, si e kam veshur këtu.
Ka më shumë pak keq. Okej, tani është më mirë. Shikojeni materialin. Fantastik. Modeli po ashtu shumë i bukur, gjepat real. Si ju duket? Mua më pëlqen dhe do të jap patjetër 10 nga 10. Kam edhe këpucët Leila, prit. Mësoj në ngjyra. Do bëj patjetër në TikTok dhe në Instagram Get ready with me me këtë trench coatin sepse është shumë i bukur. 10 nga 10. Produkti tjetër. Duket ngjyrë interes. Materiali që në prekje është fantastik. Sa i bukur janë pantalona komplet. Pantalona të gjëra me elastik të tek veli edhe me çepa. Materiali është vërtet i plot. Shumë i plot, shikojeni. Sa e bukur dhe është ngjyrë qumshti dhe pjesa më e bukur është patjetër gjaketa. O zoti ma sa e bukur. Këturi e hapur. Pas gjatë kjenë. Këturi e hapur, mbase është për kur të ngrohet edhe pa kohë, por është e gjatë me këto tegelat e zeza gjithandej që i ka edhe këtu tek duar, që janë si të bëra me grep. Vërtet, materiali shumë e mirë, po e provoj në trup dhe le ta shikojmë se si duket në trup. Deri tani, ky është kostumi. A nuk është fantastik? Unë kam marrë në fakt masën extra small dhe nëse do kisha marrë smallin, mbase do marrin edhe pantalonat pak më të lira, që të rinin që kështu si beki, por edhe kështu më pëlqen shumë, janë shumë të bukura, gjaketa shumë e bukur, mbase do t'i vendos një karfic këtu që të qëndroj, sepse ja ka shumë e hapur, ose të veshësh një par recipeta të bukura poshtë edhe do ngjaj fantastike. Ngjyra më pëlqen dhe këto tegela duken kaq të bukur. Më pëlqen, e dua, shumë e bukur. 10 nga 10. Nuk e di, po te ky haul jemi të gjitha shumë të mira. Shumë të mira vërtet. Edhe këtu një tupisis. E di çfarë është. Është një këmish e gjatë me një si tipje leku sipër. E mora në ngjyrën kafë ose vishnje, nuk e mbaj mend. Sepse porosia ka pak që e kam bërë, po unë kisha në adresën jo të saktë. Rripi. Sa e bukur, shikoni çdo gjë me etiket. Kjo është këmisha, është e gjatë dhe ka këto mëngët këtu fantastike, sa të bukura. Okej. Nësoj do mëri e gjatë mjaftueshëm dhe sa e bukur, dhe kjo këtu është jeleku me këtë të qarën anash që të duket këmisha dhe këtu vendoset rripi, ja kush dhe rripi. Unë mora kombinimin e të bardhës me kafen, kishte kombinimi bardhës me zezë, bardhë me rozë, me besh, me çfarë juve që pëlqej më shumë. Materiali është shumë i mirë, është i butë dhe është i plot. Kështu që po i vesh bashk dhe do ta shikojmë se si më ri në trup. Pasi do i vesh bashk me ndonjë palë çizma kafe, po i vesh një herë dhe ta shikojmë se si do të kombinoj. Çfarë mund t'i them këtij kombinimi këtu? E kam veshur me një palë pantallona zeza. Në fakt mendoj që ishte këmisha pak më e gjatë, që ta visha vetëm këmishë dhe geta, po kam këmishë tjetër të gjatë, që mund t'i vesh vetëm këtë që në sipër. Si e shikoni atëherë? Është shumë e bukur si këmish, pra edhe këmisha, edhe jaka, edhe kjo trikoja, edhe ripi. Kam këto kpucët që janë fiks ngjyrë, edhe do t'i vishja. Shumë e bukur, më pëlqen materiali, nuk të hafaj dhe këto mëngët këtu vërtet janë të ngushta, po nuk është se janë kështu që të presin, janë shumë të bukura.
Më pëlqen ripi dhe qëndron, kishte edhe një karfic këtu që ta kapësh mirë dhe si ju duket. Mua më pëlqen shumë dhe doja patjetër një two pieces të tillë. Base unë kam porositur versionin me këmish të shkurtër dhe ka dhe version me këmish të gjatë, nuk jam e sigurt, por kështu siç është, më pëlqen pafund. 10 nga 10. Shkojmë te produkti tjetër. Parfum të keq, ky është produkti i fundit. Basta do ta mbyllim mirë. Produkt duket super i plot dhe është një 3 pieces. Sa nona! Atëherë kemi pantallonat të gjëra, sa të bukura, shikoni ka materiali, super i plot. Të gjëra, të gjata, shumë të bukura, zoti ma sidomos tani që janë bërë mami, i adhuroj këto setet që janë kaq komfortabël edhe kaq të ngrohta për të dalë xhiro me djalin. Pjesa e dytë është ky golfi, sa i bukur, me krah japone që edhe nëse nuk e vesh me këtë setin mund ta vesh shumë mirë veç. Shumë i bukur dhe ka këtë tegelin me masterin me vija, shumë i mirë. Dhe gjaketa tip cardigan, po që është i gjatë deri në fund, o si do dukem unë me këtë. Edhe ky ka masterin për atë pantallonave dhe vetëm golfi kishte këtë masterin me vija. Shumë i bukur, komplet i gjatë, siç ju thash, materiali është shumë i mirë, këtu vjen si e ngushtë, shumë i plot. Kështu që po e provoj dhe po ja tregoj në trup. Nuk kam fjalë për këtë produkt. 3 produkte. Shikojeni sa i bukur që është. Mirë do ishte të kishte edhe xhepa këtu, por nuk ka. Ri perfekt në trup. Nëse e vishni, domethënë, unë kam akoma këtu barkun e ngelur të shtatzanis dhe këtu është akoma plaga që është akoma intur. Por pjesa tjetër fantastike, domethënë golfi më pëlqen shumë, duket nuk e di, për ta veshur me çdo lloj gjëre tjetër, pantallonat po ashtu janë të gjëra që nëse i vishni me atlete do ngjaj gjithë veshja sportive, nëse e vishni me një paltaka pak të larta do ngjaj gjitha veshja shumë klasike, sepse ja lejon kjo lloj veshje të dyja palëve të këpucëve. Materiali është 10 nga 10, i gjatë, i bukur, fin, dhe duket shumë i shtrenjtë. Jo për 25 euro, më duket se e blera diçka e tillë, shumë pak dhe është shumë model i bukur, kështu që ja u sugjeroj. Materiali siç që thash është i gjerë, është i mirë, është i butë, është cilësor. Bravo Vogjon. Të lumt për produktet edhe më lumt të mua që kam bërë zgjedhjen e duhur. Okej, mendimi im për këtë website është më i miri nga të gjitha website-et që kam provuar deri tani. Të gjitha produktet, të gjitha pa përjashtim duken si në foto, jo vetëm që duken si në foto, por dhe materiali ndihet që ke blerë diçka të bukur. Dhe 25 euro për një set me 3 pjesë, për mua është fantastik si çmim. Kështu që ja u sugjeroj, edhe shkoni në description, përdorni të gjitha kodet që keni për të marrë uljet tuaja dhe merrni kë produkti ju pëlqeu ose produkte të tjera sepse website-i ka sa të duash. Kështu, shpresoj ju ka pëlqyer videoja dhe shihemi në videon tjetër. Ciao!